Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njehemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama i bën thirrje Bashkimit Evropian ta përfshijë Shqipërinë në arkitekturën e tij strategjike në vend në tryezën e Bashkimit Evropian, sjell më shumë përgjegjësi. Komisioni i Venecias vlerëson draftin për financimin e partive politike, por ekspertët kërkojnë më shumë masa konkrete për të verifikuar burimin e parave. Eric Wendt votohet në Senatin Amerikan si ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Diplomati vjen në Tiranë për të forcuar bashkëpunimin mes dy vendeve. Kurrë e grua dhunohen brutalisht në Fusharës nga dy persona të maskuar. Dyshohet se ata u goditën për shkak se denoncuan parcelat e kanabisit në polici. Vjojmë gjithësisht, Kryeministri Edi Rama i kërkoi Bashkimit Evropian që të përfshijë Shqipërinë në arkitekturën strategjike të Unionit. Gjatë punimeve të konferencës së Komisionit të Bllokut Lindor në Gjermani, Rama tha se prania në tryezë sjell më shumë përgjegjësi dhe angazhim konkret. Zgjerimi i Bashkimit Evropian për Kryeministrin Edi Rama nuk duhet parë si një akt pammirësie, por si një nevojë strategjike për vetë Europën. Në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, kreu i qeverisë kishte kritika për Unionin, pasi Ballkani Perëndimor vazhdon të mbetet jashtë projekteve strategjike europiane. Bring us into Europe's strategic architecture now. Na futni në arkitekturën strategjike të Europës tani. Na jepni vend në tryezë para se të na jepni veto. Na jepni pjesëmarrje para se të na jepni komisioner. Na jepni përgjegjësi para se të na jepni ornamente institucionale. Rama siguroi Europës se Shqipëria tashmë është gati për rrugtimin e ri. Shqipëria është gati të reformohet, gati të krijojë inovacion, gati të kontribuojë, gati të marrë pjesën e saj të përgjegjësisë. Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati. Kryeministri nuk harroi të përmendë çështjen e Zvërnecit, me pretendimin se qytetarët janë dezinformuar. A proposed tourism development project on Albania's coast suddenly became Një propozim për zhvillim turistik në bregdetin e Shqipërisë u bë befas qendra e një stuhie digjitale ndërkombëtare. Katastrofa mjedisore u paraqit si fakt i provuar. Korrupsioni u shpalli vërtetuar përpara se të ekzistonte ndonjë provë. Teoritë konspirative u shumëfishuan orë pas ore. Rama bëri thirrje Europës që krahas investimeve në mbrojtjen ushtarake, të krijohej urgjentisht një mburoj kundër manipulimit algoritmik të perceptimit publik. I progresit të Shqipërisë u miratua nga Parlamenti Evropian pa përfshirë amendamentin për Zvërnecin. Kryeministri Rama e konsideroi këtë konfirmim të punës së qeverisë në luftën ndaj korrupsionit, por sipas demokratëve në dokument u përfshi amendamenti për shfuqizimin e ligjit të zonave të mbrojtura. Parlamenti Evropian miratoi me 483 vota pro raportin vjetor të progresit për Shqipërinë. Vota kundër mori 103 dhe 70 ishin abstenim. Dokumenti i hartuar nga raportuesi për vendin ton, eurodeputeti Andrea Schieder, vlerëson progresin e bërë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, gjatë votimit të raportit për Shqipërinë, u rrëzua amendamenti lidhur me çështjen e Zvërnecit dhe Sazanit. Për këtë reagoi kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se ishte Parlamenti Evropian, ai që ndau të ashtu quajturat gjysmë të vërteta, e që sollon val protestash në vend. Tani, o është shmendur dhe korruptuar krejtë Europa që përmes parlamentit të saj e vlerëson lart Shqipërinë dhe nxit antarësimin ton sa më parë në Bashkimin Evropian, o ka diçka që nuk shkon me ata që e nisën protestën javët e fundit me mbrojtjen e flamengove dhe po e bitisin si luftë për pushtet në emër të flamengove. Kreu i qeverisë theksoi se Zvërneci do të zhvillohet, por mjedisi nuk do të preket. Në çdo rast flamengot do të mbrohen, Vjos, Narta do të mbrohet. Zvërneci do të zhvillohet bazuar në një vlerësim të ndikimit në mjedis sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe ne do të vazhdojmë ta ngjisim Shqipërinë në majën ku ndodhet shtëpia e Europës së Bashkuar. Megjithatë, opozita shpreh ndryshe. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi pretendon se Parlamenti Evropian ka miratuar një amendament ku kërkohet shfuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura dhe ku theksohet se çdo projekt duhet i nënshtrohet vlerësimeve gjithëpërfshirëse të ndikimit në mjedis, plotësisht në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama u është drejtuar protestuesve me tone të ashpra, duke folur për terror rruge. Sipas tij, tubuesit po linçojnë qytetarët që nuk kanë pranuar të bashkohen protestave në bulevard.
Protesta e së martës për çështjen e Zvërnecit ka sjellë sërish të reagimin e kryeministrit Edi Rama. Duke postuar një video në Facebook, ku protestuesit i bënin thirrje qytetarëve të mbledhur në një fan zonë në qendër të Tiranës, që t'i bashkohen protestës, kreu i qeverisë cilësoi lëvizjet e tyre intimiduese. Historianët bien dakord se terrori i rrugës fillon me akte që duken të vogla, me sharje, intimidim, poshtërim publik, marshime rrugësh automobilistike dhe sulme të përzgjedhura ndaj individëve, ndërkohë që turmat digjitale shumëfishon frikën dhe presionin. Me tone të ashpra, Rama tha se askush nuk mund të linçojë qytetarët që nuk janë bashkuar turmave. Një grup vendos se ka të drejtë të friksojë të tjerët për hir të atdheut. Britma zë vendin e argumentit, rrethimi zë vendin e dialogut, intimidimi paraqitet si aktivizëm dhe linçimi publik i tradhtarëve si drejtësi e Zotit në emër të popullit. Prej më shumë se 2 javësh qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur në protesta, ku kërkojnë anulimin e projektit të Zvërnecit dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Projektligji për financimin e partive politike është vlerësuar me nota pozitive nga Komisioni i Venecias, por në opinionin e miratuar nga ekspertët kërkohen më shumë masa për të verifikuar burimin e parave. Komisioni i Venecias miratoi opinionin mbi projektligjin për financimin e partive politike. Dokumenti prej 38 faqesh përmban një analizë të detajuar për të gjitha nenet e këtij projektligji. Ekspertët vlerësojnë draftin, por kanë bërë vërejtje për shumicën e neneve, duke kërkuar marrjen e më shumë masave për të kontrolluar se nga i marrin parat forcat politike, duke marrë parasysh nivelin e ekonomisë informale në vendin tonë. Një pjesë e konsiderueshme e aktivitetit ekonomik dhe shoqëror në Shqipëri vazhdon të funksionojë përmes transaksioneve me para në dorë dhe mekanizmave të tjerë informal. Në këtë kontekst, projektligji nuk adreson në mënyrë të mjaftueshme financimin e fshetë politik dhe as nuk krijon mekanizma efektiv parandalues dhe monitorues të përshtatur për realitetin shqiptar. Ekspertët e Venecias kërkojnë që në vitet kur ka zgjedhje, partitë të raportojnë edhe para, edhe në përfundim fushatës elektorale. Është praktike mirë të kërkojnë raporte përpara fillimit të fushatës. Raporte që u japin organeve mbikëqyrëse dhe publikut informacion paraprak mbi të ardhurat dhe shpenzimet e fushatës së partive dhe kandidatëve disa ditë përpara ditës së zgjedhjeve. Si dhe raporte përfundimtare pas zgjedhjeve dhe certifikimit të rezultateve për të siguruar një pasqyrë të plotë dhe gjithëpërfshirëse të financimit të fushatës zgjedhore. Sipas ekspertëve të Komisionit Venecias, nga fondet e buxhetit shtetit duhet përfitojnë edhe partitë jo parlamentare. Në kontekstin politik të Shqipërisë, i cili dominohet nga 2 partitë kryesore, mund të jetë këshillueshme të rritet aksesi në financimin publik për garuesit më të vegjël, përfshirë edhe ata që ende nuk janë të përfaqësuar në parlament. Mazhoranca synon që të miratojë projektligjin për financimin e partive politike deri në fundin e muajit korrik, pasi është një prej kërkesave të Brukselit në procesin e negociatave për antarësim në BE. Komisioni i Reformës Zgjedhore ka marrë edhe një opinion nga ekspertët e Odirit, e tani pritet që PS-PD të ulen së bashku për të reflektuar vërejtjet e tyre. Me 51 vota pro dhe 47 kundër, Senati Amerikan miratoi Eric Wentz si ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Me një karrierë të gjatë në ushtri, diplomati i lartë vjen në Tiranë me misionin për të forcuar bashkëpunimin mes 2 vendeve dhe me fokus luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi zyrtarisht Eric Wentz si ambasadorin e ri të SBA-s në Shqipëri. Kandidatura e Wentz u miratua me 51 vota pro dhe 47 kundër, pasi më herët ai mori edhe miratimin e Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë. Drita jeshile nga Senati jep tashmë Wentz zyrtarisht detyrën si diplomat i SBA-s në Tiranë. Ai pason një urikim në drejtimin e misionit diplomatik amerikan. Eric Wentz vjen në Shqipëri me një eksperiencë të gjatë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, pasi ka shërbyer për dekada në strukturat ushtarake dhe të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Në prezantimin e bërë pas shpalljes së kandidaturës, më herët Wentz shpalli prioritetet në të cilat do të bazohet gjatë detyrës së tij në Tiranë, ku fokusi do të jetë tek lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Mbështetja për Shqipërinë në luftën kundër korrupsionit si edhe kundër krimit të organizuar transnacional dhe trafikut të drogës të lidhur me kartelet e drogës në Amerikën Latine do t'i bëjnë Amerikën dhe Shqipërinë më të sigurta. Ai theksoi gjithashtu se do të punojë për të mbështetur Shqipërinë në përmbushjen e zotimeve të saj në kuadër të NATO-s, përfshirë edhe rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. Tashmë pritet që Wentz të bëjë betimin si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri për të mbërritur më pas në Tiranë. Konfirmimi i tij nga Senati konsiderohet një hap i rëndësishëm për vijimin e marrëdhënieve të ngushta mes Washingtonit dhe Tiranës në një periudhë kur bashkëpunimi strategjik mes 2 vendeve mbetet një element kyç në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Ndryshe nga kritikat, sa herë paraqitet në SPAK për masën e sigurisë, Sali Berisha përshëndeti punën e këtij institucioni. Lideri i opozitës ka thënë se grupet e fuqishme të drogës kanë mbështetjen e Ramës, që sipas tij ka lejuar futjen e parave të krimit në ndërtim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga mbledhja e përjashme e grupit parlamentar demokrat vlerësoi 2 aksionet e fundit të SPAK-ut kundër trafikut të drogës me ndihmën e agjencive të vendeve partnere. Sipas Berishës, këto aksione treguan situatën reale në Shqipëri, ku një person i panjohur më parë si Salvador Aliu kishte trafikuar 50 ton kokainë. Nuk kisha ndëgjuar kurrë një grup me 50 tonelata kokainë. U harrua grupi i Franz Tropjes, që kishte 28 tonelata, del grupi i Gjika Alia e tjerë me 50 tonelata. Që të gjithë të udhëhequr, të frymzuar, të mbështetur nga Ergyll Agasi dhe Edi Rama. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, përgjegjës për këtë situatë është kryeministri Edi Rama, i cili ka lejuar futjen e parave të krimit në sektorin e ndërtimit. Kemi denoncuar dhe denoncoj me forcën më të madhe ndërtimin e kullave kudo që ndodhen. Por kjo është vepër e Edi Ramës dhe lidhjeve të tij, e narkoshtetit të tij. Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të bërë apel mbështetësve të tij të bashkohen protestës, duke akuzuar kryeministrin Rama se po ushtron presion mbi protestuesit. Kanë filluar kërcënime ndaj protestuesve. Personalisht Edi Rama dhe skute e tij marrin familjar, zyrtar dhe i kërcënojnë për largimin nga puna ose rikthimin e largimin e fëmijëve nga protesta. Berisha gjithashtu dënoi edhe presionin mbi deputeten Mariana Koçeku, e cila bëri edhe një denoncim publik në rrjetet sociale. Deputetja Mariana Koçeku pretendon se është kërcënuar nga bajrat. Ajo ka paralajmëruar se nuk do të lërë të qetë këdo që i kërcënon familjen. Demokratët në Komisionin e Jashtëm kanë mbrojtur Koçekun, ndërsa socialistët kanë thënë se ligjvënësia duhet i drejtohet policisë. Pasi njoftoi largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, Mariana Koçeku ka vijuar me reagimet. Në një postim në rrjetet sociale, deputetja e Shkodrës pretendon se ajo dhe familja e saj janë kërcënuar nga grupi i bajrave. Në një postim në Facebook, Koçeku shprehet: "Ky mesazh i drejtohet bajrave të Shkodrës. Nëse familjes teme i preket qofte dhe një qime floku, unë s'kam me lan pa ju shkatrue, sa të kemi jetën." Lidhur me këtë çështje ka patur reagim edhe në Komisionin për Punët e Jashtme. Ishte deputetja demokrate Albana Vokshi, e cila u shpreh se qytetarët nuk kanë siguri, teksa këto problematika mund të prekin dhe procesin e integrimit. Është një shqetësim që shkon përtej përkatësive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Përgjigjen e mori nga kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani, i cili u shpreh se kushdo që ndihet i kërcënuar duhet i drejtohet policisë. Padyshim që kushdo që ndihet i kërcënuar, kushdo që ka minimumin e indicie, duhet i drejtohet organeve, duhet i drejtohet policisë shtetit me njëherë nëse ka qoftë dhe një kërcënim të çfarë do lloji për masë. Se kush zgjedh Instagramin për të bërë deklarata, kjo nuk është puna ime fare. Më herët erdhi dhe reagimi i policisë së Shkodrës, të cilët u shprehen se nuk ka ardhur një denoncim nga deputetja, ndërsa avokati i bajrave u shpreh se Koçeku ka ngritur pretendime të pabaza. Gjykata e posaçme la në burg të vetmin person të arrestuar gjatë operacionit të fundit kundër trafikut të drogës. Ai akuzohet se në bashkëpunim me 9 persona të tjerë ka kaluar tonelata me kokainë në Europë dhe ka pastruar në Shqipëri miliona euro.
I vetmi i prangosur nga operacioni ku u firmosën 10 flet arreste do të qëndrojë në burg pa afat. Me vendim të gjykatës së posaçme, Florian Musaj mbetet në qeli, i dyshuar për trafik ndërkombëtar kokaine në bashkëpunim. Salvador Aliu nga Elbasani, që më herët ka patur identitetin Shpëtim Aliu, nga hetimet rezulton person kyç në këtë grup kriminal në rolin e furnizuesit, organizatorit dhe financuesit të ngarkesave me kokainë nga Ekuadori në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në Shqipëri. Vëllai i tij Isa Aliu po ashtu kishte rol aktiv në krijimin e një kompanie ndërtimi, por edhe biznese të tjera për të pastruar parat. Spak i bashkoi fijet nga platforma Sky ECC, ndërsa njoftohej se ka shpallur në kërkim ndërkombëtar 7 persona që dyshohen si bashkëpunëtor dhe 2 të tjerë mendohet se ndodhen në Shqipëri. Pastrimi i parave sipas Spak është bërë përmes ndërtimit, investimit në pasuri të paluajtshme dhe zhvillimit të pronave. Kështu në sekuestro përfunduan 150 milion euro pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme. Për të provuar akuzat për krim të organizuar në trafikun e drogës dhe për pastrim parash, u kontrolluan 23 ambiente, shoqëri tregtare, shtëpi dhe persona. Mes urdhër arresteve të lëshuara evidentohet edhe Eldi Dizdari, i njohur me emrin Denis Matoshi dhe Dritan Gjika, të dy ndër narkotrafikantët më të mëdhenj. Kanë qenë të paktën 50 ton kokainë të trafikuara në 5 episode nga 2019 në 2021 që janë dokumentuar në aktivitetin e palishëm. E përpasoj u bllokuan 491 pasuri, 266 prona, 209 llogari bankare, automjete dhe mjete lundruese. Drejtuesit e institucioneve të drejtësisë dhe përfaqësues e Bashkimit Evropian vlerësuan procesin e vettingut, i cili tashmë ka përfunduar. Sipas tyre, është vendosur një standard i ri që e afron vendin me Unionin, por sfidë mbetet qëndrueshmëria e reformës në drejtësi. Rezultati i dalë nga procesi 9 vjeçar i vettingut duhet ruhet përmes mekanizmave ligjor që janë krijuar nga reforma në drejtësi. Kjo është qasja që bashkohej disa nga aktorët më të lartë të politikës dhe drejtësisë në ceremoninë e mbylljes së mandatit kushtetues të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Kreu i SPAK, Klodian Braho, u shpreh se vettingu ripërtoriu sistemin dhe ndërtoi standarde të reja, duke ndikuar në besimin e qytetarëve te drejtësia. Integriteti i sistemit të drejtësisë nuk mbrohet vetëm me standarde deklarative, por me veprime konkrete, me hetimet profesionale dhe me përgjegjësi të barabartë para ligjit. Reforma në drejtësi krijoi institucione të reja dhe u dha atyre përgjegjësi të mëdha. Tani është detyra jonë që këto përgjegjësi t'i realizojmë me seriozitet, me integritet dhe në respekt të plotë të kushtetutës dhe të ligjit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, përshëndeti procesin e gjatë dhe sfidues, i cili sipas tij ka luajtur rol kyç në rezultate të prekshme dhe historike. Askush nuk është mbi përgjegjësinë dhe llogaridhënien dhe se pavarësia e gjyqësorit duhet të ecë krah për krah me etikën profesionale. Kjo nuk përbën fundin e reformës, por shënon nisjen e një faze të re. Ajo që vjen pas është provë dhe më e vështirë që këto rritje të jenë të qëndrueshme në kohë. Ndërkaq kryetaria e gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji është se një të zbindje, ndërsa nënvizon ndikimin që reforma në drejtësi ka në procesin e antarësimit në Union. Institucionet e përhershme kushtetuese marrin përshtypjen ruajtjen dhe zhvillimin e standardeve të ndërtuara gjatë këtyre viteve. Në këtë kuadër, roli i gjykatës kushtetuese merr një rëndësi të veçantë. Kompetenca që kushtetuta i ka besuar asaj në vijim të përfundimit të procesit të vettingut nuk përfaqësojnë thjesht një transferim formal funksionesh. Të pranishëm ishin edhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu dhe kryeparlamentari Niko Peleshi. Data 5 mars shënoi përfundimin e vettingut. 805 magjistrat dhe ndihmës ligjor ju nënshtruan procesit të verifikimit të bazuar në 3 kritere, atë të pastërtisë së figurës, pasurisë dhe aftësive profesionale. Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka dhënë 417 vendime. Mirë po, ky proces që shkarkoi afërsisht gjysmën e magjistratëve ka shkaktuar kosto për qytetarët me rritjen e numrit të dosjeve dhe vakancat në sistemin gjyqësor. Por, për te suksesit, vettingu ka sjellë një problematik në sistemin e drejtësisë. Krerët e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë u shprehën gjatë raportimit në parlament se vakancat kanë krijuar stok të madh dosjesh. Në ditën që procesi vettingut përfundoi, 2 organe të cilat qeverisnin sistemin e drejtësisë raportuan në parlament problemet e krijuara si pasojë e shkarkimit të gjyqtarëve, prokurorëve. Këshilli i Lartë Gjyqësor deklaroi në Komisionin e Ligjeve se sot në sistem mungojnë 73 gjyqtarë,
e stoku i çështjeve mbetet shqetësues veçanërisht në gjykatën e apelit. Para deputetëve, kryetari i KLG Ilir Rusi vuri në dukje se vetëm në vitin 2028 mund të plotësohen vakancat e krijuara në sistem. 38 magjistrat përfundojnë studime diplomore në fund të qershorit. Ky numër magjistratësh do të jenë në sistem për gjatë vitit. Vitin e kaluar, 42 magjistrat u emëruan, u saktuan detyrë në muajin tetor. Besoj se e njëjta praktikë do të ndiqet edhe së vit, kështu e kemi detyrim ligjor dhe kështu e kemi edhe prioritet. Ndërkohë 20 magjistrat janë duke ndjekur studimet në vitin e dytë, që po mbarojnë tani. Vitin tjetër janë vit të tretë dhe përfundojnë dhe ata studimet. Dhe pas 2 vjetësh përfundojnë dhe 10 të tjerë. Dhe kjo do të thotë që ne shkojmë drejt numrit 417 për plotësuar numrin e përgjithshëm magjistratëve. Kryetari i KLG-s Ilir Rusi deklaroi se numri i dosjeve të bagjykuara aktualisht është 145.000, 45.000 prej të cilave janë vetëm çështje në apel. 45.000 janë tani në këtë momentin. Këto duhet patur parasysh që gjykimi i çështjeve bëhet me burime njerëzore. Dhe për gjatë këtyre 7 viteve deri në 8 vite të funksionimit të Këshillit Lagjësor, por quhet 7 vite për shkak të raportimit në kuvend të Këshillit Lagjësor, ka qenë procesi i rivlerësimit kalimtar. 144 magjistrat, tashmë 150 magjistrat janë të shkarkuara, por këtë do të thotë burime njerëzore të paksuara në ushtrimin e përditshëm. Edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë raportoi para deputetëve problemin e vakancave, duke vënë në dukje se një prokuror në Tiranë ka 600 dosje për të shqyrtuar. Pra është emergjente, zoti deputet dhe kryetarit komisionit për drejtorin, gjithë deputetëve që të shtohet minimumi deri në 40 prokurorë, është emergjencë kombëtare për të shtuar numrin. Kemi numrin thashë dhe na më të vogël të prokurorëve në Evropë, për 100.000 banorë. Shqipëria duhet kishte sot 341 prokuror, por për shkak të vakancave të krijuara si pasojë tingut, sot në sistem janë 245 e mungojnë 96 prokuror. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.